Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasim iniciale RK 59 vjeç, banues në Himar, pasi ndajti ka bërkazim shtetasim iniciale AG 77 vjeç, se 59 vjeçari është konfliktuar fizikisht me të për shkaqe pronësie rreth një objekti. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë dhe Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasim iniciale IB 28 vjeç, banues në Vlorë, pasi duke drejtuar automjetin në bulevardin Ismail Qemali, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe është përplasur me bordurën ansore të rrugës. Si pasojë, është dëmtuar pasagjeri, shtetasim iniciale OG 18 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Referuan materialet në prokurori për vlerësim për shtetasin me iniciale SR 39 vjeç, banues një Bosnjë Hercegovinë, pasi në aksi rrugor Lukov Sarand, duke drejtuar motomjetin tip BMW, është përplasur në një autobus dhe është dëmtuar lehtë. 39 vjeçari pas ndihmës mjekësore është larguar nga spitali. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.